Mund të bëj vetëm zhurmë, por jo edhe të ecë përpara. Makina prej 1600 kubik është ka përpara njeriu që vushtriasit e kanë pakzuar Herkules. Kur Bujar Muli shtrëngohet maksimalisht, i bie që të jetë gol dyshi ai që dorëzohet. Demonstrimi i këtij sporti ekstrem zgjon kurreshtin e shumë qytetarëve. E Muli thotë se këtë sport e filloi krejt rastësisht 4 vjet më parë. Që të në metë kjerë, edhe dhe jam e thjeshe kur thash hajtë të provojna, kur farë plani, kur farë sani s'ka postë, për vetë që spontan s'ka qenë. E kur vjen puna te peshat e rënda, Bujari është i suksesshëm edhe në një fushë tjetër. Është kampion i Kosovës në peshngritje. Thotë se krahas ushtrimeve edhe ushqimin e han fort. Ushqimi më i preferuar është mishi. Kur jam gjatë masës, domethënë, nuk e zgjidhe fort ushqimin. Çka të më del përpara ho. Automjeti Volkswagen Passat prej 1900 kubikësh është më i rëndi që Muli e ka provuar deri më tani. Në të ardhmen pretendon të sfidoj veten me makina edhe më të rënda.